Moderatora e njohur Erbana Osmani, edhe pse prej vitesh është larguar nga televizioni, ku hodhi hapat e para, vazhdon të jetë mirënjohëse për gjithçka që ka mësuar dhe hapat që ka hedhur në këtë televizion. Së fundmi, Erbana ka publikuar një postim të ndjerë për themeluesin e Top Medias, Dritan Hoxhën, duke e kujtuar me respekt dhe dashuri. Në mbishkrimin e fotos, ajo shkroi se do të jetë përgjithmonë mirënjohëse. Ky gjest i saj ka ngjallur reagime të shumta, pasi shumë ndjekës dyshojnë se Erbana mund të jetë në prag të një rikthimi në shtëpinë mediatike, ku hodhi hapat e parë në karrierë, por nga deklaratat dhe intervistat e saj të fundit, ajo ka zbuluar se nuk dëshiron të rikthehet në televizion, dhe se televizioni tani më ka ndryshuar komplet rrjedh, duke u kanalizuar më shumë në rrjetet sociale, ku në platformën YouTube ajo vazhdon të publikojë intervista me artistët më të spikatur, ku na duhet të themi se numëron miliona klikime. Nga ana tjetër, na duhet të rikujtojmë se Erbana Osmani dhe regjizori Eduard Grishaj janë një çift mjaft i dashur për publikun, si në punë, por ashtu edhe në jetë. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.